themi meselen tjetër. Si duhet njeriu të çohet në kamp? Do çohet duke u mbështetur tek duart apo duke u mbështetur tek gjunjët e tij. Është e njëjta mesele që a do të bi me njëherë duke u mbështetur te duart në sejdë apo do të bi duke u mbështetur tek gjunjët. Aty fillon meseleja, sepse është i njëjti hadith që transmeton Imam Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Majah nga Wail ibn Hujr, sahabiu i pejgamberit alayhi salatu selam, i cili thot: "Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam idha sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idha nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi." Thot Wail ibn Hujr, unë kam pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, i cili kur binte në sejdë i vendoste dy gjunjët e tij përpara duarve, dhe kur çohej nga sejdëja i çonte duart thot përpara gjunjëve. Domethënë i çonte duart edhe u mbështese pra tek gjunjët. E kemi thënë që ky hadithi në të vërtetë është hadith mursal. Transmetohet me fjalë me zinxhir të tjetër, më të saktë, më të mirë, që nuk është thënia Wail ibn Hujrit, por një prej tabiinëve, këtë e përcjell më njëherë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe duke qenë se ka shkputje tabiini, se ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ne nuk i dim se për kujt e ka marrë këtë, për ndonjë transmetuesi të mirë, për ndonjë transmetuesi të fortë, apo për ndonjë transmetuesi të dobët. Andaj dhe hadithi mursal në formë të tillë kur shkputet prej tabiinit nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk merret për bazë. Mirë po, Imam Tirmidhiu thot që wala amalu alayhi inda akthar ahli al-ilmi, me këtë lloj hadithi, me këtë lloj forme kanë vepruar thot shumica e dietarëve të selefët tanë të mirë, selefët tanë të parë. Pra duke filluar nga sahabët, nga tabiinët, nga tabiinët, edhe e vijon thënien e tij Imam Tirmidhiu ku thot që ata e kishin zakon pra kur shkonin në sejdë vendosnin gjunjët para duarve, edhe kur çoheshin nga sejdëja i çonin duart para këmbëve, pra çoheshin nëpërmjet këmbëve. Ka thot Tirmidhiu për kë? Për shumicën e selefëve. Ai vetë ka qenë tek fundi të shekujve. Imam Tirmidhiu, me fjalë nuk e ka kap tabiinët faktikisht me fjalë, por ka qenë flet për sahabët, tabiinët dhe tabiinët Imam Tirmidhiu, që ky ka qenë zakon i tyre. Duke qenë se për shembull në radhën e kaluar me sa më men kemi përmend që Umeri radiallahu anhu ka shku me gjuj. Po ashtu Abdullah ibn Mas'udi, që transmetohet prej nxënësave të vet, me fjalë ashabi ibn Mas'ud, po ashtu ka shku me gjuj, dhe Ibrahim an-Nakhai, Ataja, çan tabiinët e mëdhej, ka shku gjithë me gjuj. Të njëjtën që transmeton Tirmidhiu, që ka qenë e pëlqyeshme për të njëjtat persona që duhet çuar me fjalë nga sejdja me gjuj. Mirë po, kemi një hadith që transmeton Imam Tabaraniu në Mu'xhemin e Mesëm, ku transmetohet nga Abdullah ibn Umeri, i cili thot: "Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salati, yani ya'tamidu." Thot Ibn Umeri, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi salati, mbështetej në duart e tij në namazin e tij, dhe vin transmetimi tjetër me fjalë që tregon pra në sejdën e tij kur çohej me fjalë, edhe janë dy mendime me fjalë, a do i marrësh durët pëllëmb dhe të mbështetesh me durë dhe çosh, apo me fjalë me këtë lloj forme sikur je duke bë atë, duke shtyp millin apo atë brumin, kur je duke bë brumin e bukës me fjalë, sepse fjala ya'jin në gjuhën arabe origjina është me fjalë kur bën brumin faktikisht me këtë lloj forme, metodat e vjetra. Mirë, po para se me dalë që do t'i marrësh durët hap, apo do t'i marrësh durët në formë të tillë me fjalë, s'ka nevojë fare t'i futesh kësaj meseleje, ndërkohë që në senedin e këtij zinxhiri është një transmetues që quhet Yunus ibn Bukeir. Yunus ibn Bukeiri ky, Sheikh Albani zoti më shiroft, ka i kujtuar se është nga transmetuesit e Imam Muslimit në Sahihun e tij. Prandaj thotë që ky hadith është i rregullt, zinxhiri i këtij hadithit është i saktë. Në vend tjetër thotë është hasan, është i mirë me fjalë, edhe ky Yunus ibn Bukeiri ka qenë nga burrat e Muslimit min rijali Muslim. Ndërkohë Imam Dhahabiu çfarë thotë? Thotë Yunus ibn Bukeir rawa lahu Muslimun mutaba'atan. Thot Imam Dhahabiu, Muslimi nuk është e vërtet që ka marrë transmetime për Yunus ibn Bukeirit duke argumentuar me të, por është nga transmetuesit e dorës dytë.
Sepse transmetuesit tek Buhariu dhe Muslimi, sidomos te Muslimi, janë dy llojesh. Transmetues që vinë me një tekst hadithi dhe argumentohesh drejt për drejt me të, dhe disa transmetues të tjerë që Muslimi i fut në Sahihun e tij, i ka përmend hadithe për tyre, mirë po nuk argumentohet me ta, por të njëjtin tekst që ka sjell tazem Yunus ibn Bukeri dhe të tjerë, e ka sjell nga Sufjan Thauriu, e ka sjell nga Abdullah ibn al-Mubarak, me fjalë nga transmetuesit e mëdhenj të haditheve, për të treguar që unë nuk i mbështetem këtij se ky për mua nuk vlen në transmetim nëse veçohet, por transmetimi i tij është i saktë nëse e ndihmon kush prej këtyre të mëdhenjve. Me fjalë për transmetuesve të saktë. Ndërkohë që ky Yunus ibn Bukeri, siç thot Imam Dhahabiu, rawa lahu Muslimun fil mutabaat au mutaba'atan, me fjalë Imam Muslimi nuk është e vërtetë që ka transmetuar për ti në formë të drejtë për drejtë që të argumentohet me tekstet haditheve profetike që vijnë nga ai, jo, por ka transmetuar me fjalë të njëjta tekste nëse kanë ardhur nga transmetues tjerë që janë thika, me fjalën të fortë dhe të besueshëm. Atëherë na doli që ky Yunus ibn Bukeri të vetë Muslimi qenë ka me fjalë jo i fortë. Po ashtu të Imam Dhahabiu, andaj dhe shikojmë Imam Ebu Davudin që ka thënë për Yunus ibn Bukeri, daif, është i dobët. Prandaj dhe shikojmë po ashtu Imam Nesaiun, i cili kur flet për Yunus ibn Bukeri thot daif, është i dobët. Po ashtu kemi Ali ibn Medinin, i cili thot nuk transmetoj për ti, nuk kam transmetuar për ti. Pra, tregohet që Ali ibn Medini e ka lanë me fjalë nuk ka transmetuar për Yunus ibn Bukeri. Pse? Se ka patur arsyeshme sepse ka qenë i dobët në transmetimin e haditheve. Po, Yunus ibn Bukeri është nga ata transmetues që nëse mund vinë në ndonjë rrugë tjetër mund të forcohet hadithi i tij. Mirë, po ky është këtu një hadith që ne s'kemi rrugë për ta forcuar. Andaj dhe të njëjtën gjë dhe Imam El-Juzejani, po ashtu e ka bërë të dobët Yunus ibn Bukerin, ne s'kemi mundësi tash i themi që zinxhiri është i saktë, ndërkohë që Muslimi me fjalë nuk argumentohet me hadithet e këtij. Imam Dhahabiu të njëjtën gjë e shikon Yunus ibn Bukerin. Imam Ebu Davudi Nesaiu në formë të drejtë për drejtë e bëjnë të dobët. Ali ibn Medini dhe Imam El-Juzejani me fjalë nga dietarët e biografive të burrave po ashtu, këtë lloj hadithi në të dobët. Nuk është puna për shembull pse po zgjatem pikërisht te kjo. Është puna thjesht me për të treguar që nëse do të bëhet fjalë të argumentohemi në hadithet e sakta të pejgamberit alayhi salatu wasalam, po me kusht nëse ato janë të sakta. Nëse ato transmetime janë të sakta. Andaj dhe transmetimi i Yunus ibn Bukerit që pejgamberi alayhi salatu wasalam është mbështetur duarve të tij kur është çumi fjalë nga sejdja, është hadith i dobët. Po, është e vërtet që transmetohet në zinxhir tjetër më të saktë nga Abdullah ibn Omeri, i cili kur është çu nga sejdja, Abdullah ibn Omeri është çu duke mbështetur me durët. Kjo ka qenë një vepër e kujt? Abdullah ibn Omerit. A mund të vërtetosh që ka qenë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam? Jo, diçka të tillë nuk mund të vërtetosh, andaj dhe ne vazhdojmë të ecim me fjalën e Imam Tirmidhiut, i cili thotë që shumica e selefëve tanë të parë, imamullarëve nga tabiinët dhe tabiinët, ka qenë e njohur që ata binin në sejdë me gjunjë edhe çoshin nga sejdja me gjunjë. Kush e ka vepruar diçka të tillë? Vet Omeri radhiyallahu anhu ibn Mas'udi e të tjerë.